rrjetet sociale, por si kam thënë dhe tjetë të marrë shtëpinë, normale më mori dhe pak pjesa e emisionit. Shkova në Itali, kisha shumë punë në Itali, edhe po, kam ngelur pak mbrapa. Nga tani e tutje, do më keni pak më të rregull në postime, në update-timet që po ndodhin në jetën time, projektet, pjesë të jetës time, kështu që shpresoj të kaloj mirë nga tani e tutje. Edhe faleminderit edhe për gjitha mesazhet, faleminderit për të gjitha urimet, për mbështetjen. Nuk e di, jam gjithmonë pa fjalë, edhe me emocionon gjithmonë, edhe ju dërgoj rrjetet sociale, por si kam thënë dhe tjetë të marrë shtëpinë, normale më mori dhe pak pjesa e emisionit. Shkova në Itali, kisha shumë punë në Itali, edhe po, kam ngelur pak mbrapa. Nga tani e tutje, do më keni pak më të rregull në postime, në update-timet që po ndodhin në jetën time, projektet, pjesë të jetës time, kështu që shpresoj të kaloj mirë nga tani e tutje. Edhe faleminderit edhe për gjitha mesazhet, faleminderit për të gjitha urimet, për mbështetjen. Nuk e di, jam gjithmonë pa fjalë, edhe me emocionon gjithmonë, edhe ju dërgoj